Husein ibn Ali vazhdoi rrugën, u bon disa ndryshime në Kufa, që për to ndryshime nuk ishte haber Husein ibn Ali. Cilët u bon ato ndryshime? Ubejdullah ibn Ziyad, kur ndëgjoj se Huseini është nis, e shtrëngoj policin dhe nuk lejoj askush me dal prej Kufës, edhe dikush që tenton me hin Kufës ka. Njëjtën kohë, Ubejdullah ibn Ziyad tentoj ta gjenë sa më shpejt Muslim ibn Aqilin, që të jep mësim banorëve të Kufës se kjo e gjen ai cili bashkëpunon me muslimin dhe tenton që Huseinin ta beren Kufë. Çka boni Ubejdullah ibn Ziyad? E gjet një që e quajnë Makila, e blejti me pare ata dhe tha 30.000 dirhem i ke Muslim ibn Uqailin me ma pru këto. A i dull dhe shkoj të gjamia e madhe në Kufë. Në gjamin e madhe e pa të një shtil duke u fal Muslim ibn Uzja, dhe ju afru nga të ati kur dha selam, tha une jam njoni pishon, jam dashamir i familjes pejgamberit Allah. Tha zemra më qalë për familjen e pejgamberit Allah. Kam dëgju se Huseini, nipi pejgamberit Allah, don me anku, se në pimbin trak qish mu taku unë me ta. Dhe kam dëgju si Muslim ibn Aqil gjindët në Kufë. I kam do dirhem du mi dhonë sadaka, që ta ndimoj Muslim ibn Aqilin ta realizon aj misionin, që ta sjellë nipin e pejgamberit Allahut në Kufë. Muslim ibn Uzja ishte njoni mikonak që i boni Muslim ibn Aqil. Tha kum gjete veç mu, tha të pash në ftirë që shkëlqen të fytyra, tha e kuptova se i donë familjen e pejgamberit Allah. Tha vallaj deri sot kam mendu se njeri keq, amo prej sot, masi këto pun të mëdhoja madhështore po i ban, tha pe kuptoj se ti bash burri mirë kansh. Tha bujrën 3.000 dirhem, tha ja qon Muslim ibn Aqilit, tha deri sa a i të ndihmoj misionin e ti. I jep ki pare, po financon ki musliman i mirë. Jep pare deri sa arrin të Muslim ibn Aqili atë shumë i ndihmon dhe afrohet dhe i bëhet shok, deri sa krejt kanë pasë roje, a i të ditën ka nejt me Muslim ibn Aqil, i ka morë lajmet mazdarket e Ubejdullah ibn Ziyad. Dhe kupton Ubejdullah ibn Ziyadi se kush i kanë bo konak. Njani që i ka bo konak është Hani ibn Urwa. Pa ata shkon një dit misafir në palatin e Ubejdullah ibn Ziyadit, Muhammed ibn al-Ashhad wa Esma ibn Khalid. Thot ka është Hani ibn Urwa ku ka hu. Tha është pa qef, tha për dit porrin të shpia, pran shtëpis një selam, s'po na i ven me në dhomë. Tha do gja për cilë mi selomi. Ja qun Hani ibn Urwa than, Ubejd ibn Ziyad ish përmallu për selamin tanë. Shko, formalisht jepi selam, që mos more dhe një qëndrim kundra tej. E mur devën, Hani ibn Urwa tha diçka në zemër që jam të një vetën mirë. S'po më thot zemra me shku të ki. Tha shko. Kur shkoj Hani ibn Urwa, hinim palatin e Ubejdullah ibn Ziyad. Dha selam dhe tha ku jeja Hani ibn Urwa? Bujari i Muslim ibn Aqilit, që i ban konak
One duth një varq, një poezia tha, one po du me t'lon gjall, ati po mdo me mirë. Tha, qka është kjo poezi dhe qka ke për qëllim? Tha, i ke bo konak Muslim ibn Aqilit. Tha, kush ti ka pru këto lajme jo të vërtet? I tha voglushit, ma thërni me Aqilën. Kër e dull me Aqili e kuptun se ki kishte qenë shpioni më i madh i Ubejdullah ibn Ziyadit, e Hani ibn Urve tha nga i galzoj krejt komplet drejt. Kër ndëgjun fisi Hanit 8.000 ushtar, ja rëthakun kalan e Ubejdullah ibn Ziyadit, se jarë lajmi se Ubejdullah ibn Ziyadit e ka mit Hani ibn Urve. Atere Ubejdullah ibn Ziyadi ka qenë njeri dinak. Koka dhe plesht e fise i ka afru ofër vetë. Edhe ka porosit Kadi Shuraj, Kadin më të drejt që të del t'i njofton se Hani ibn Urve është gjallë. Kure këvaj i jerë lajmi se gjallë u shpërndan, Ubejdullah ibn Ziyadi i tha Hanit, a do me qeni lirë, ma dorëzo Muslim ibn Aqilin, do të jeshe i lirë. Tha misafirin kur se dorëzoj. Tha misafirin tim, unë do të dorëzoj asesi. Muslim ibn Aqil, kërë njoftu se është ra fort Hani ibn Urve, organizoj dhe iftoj 12.000 që ja kanë dhonë bezë. A disa ju përgjigjë, 4.000. E rëthakun palatit e Ubejdullah ibn Ziyadit, e a i filloj Ubejdullah ibn Ziyadit ti përdor plesht e fisëve, i shpërndajti në mes, deri sa nuk erdha kshami, ju shpërndan smetën 300 apo 500. Në esërmit 60 në fund merë Muslim ibn Aqil vetë. Heste në për rrugët e Kufës, i bani konak një plak. Djali saj ishte me Muhammed ibn Eshathin. Muhammed ibn Eshathin ishte i lidhur me Ubejdullah ibn Ziyadin, erdhen dhe zunën Muslim ibn Aqil. Hani ibn Urve dhe Muslim ibn Aqil janë zonë. Duke shku Muslim ibn Aqil te Muhammed ibn Eshath, Muhammed ibn Eshathi i dha siguri Muslim ibn Aqilit, djalit agjës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ja nisi Muslim ibn Aqil me qaj, e ju përgjej i than, a qan burri aj që kërkon khilafet, a qan këtë vend, ta s'po qaj për vetë, po qaj se Husejni, nipi pejgamberit Allah, me familjen e ti, me gratë e ti dhe nipat e ti është nis për në Kufa. Tha Muhammed ibn Eshathit, hinën të Ubejdullah ibn Ziyadi. Muhammed ibn Eshathi tha, ja Ubejdullah, i kam dhonë siguri. Tha, nas kena qu me i dhonë siguri, na të kena qu me zonë Muslim ibn Aqilit, s'ka siguri për këta. Tha, me qënë një emanet, me ja qu një mesazh Husejnit, që të këthet prej ka ardhë, se 12.000 vetë që ja kanë dhonë besën, të gjithë kanë tradhtu dhe askush zot, si ka dalë të dërguarit të ti, po ati alë ma hiq.